dhe ti më mbajtë qëndrim. Po, në momentin që unë dalë mashtru si herë, 2 herë, 10 herë, dhe në momentin që unë marë përsipër që atë fjallën time ta them që jam unë gënjeshtari dhe ta marë barën lartë për atë fjallën që kam thënë unë, edhe kur unë e marë këtë barën lartë, edhe them me fjallën time, ju kam gënjy, jam unë gënjeshtari, një sekundë marrë se do e përgjigje, mos të merrni me këtë muhabet, edhe momentin që mund vjen Brikena, edhe fut në nominim, kur unë e marë këtë barë lartë, unë do flasë me vajzë dashur, se s'do bëjmë tabel qitjeje. Sorry, nuk më kova përgjigje. Unë kam një pikpamje time për marrëdhënien dhe për qasjen tënde. Unë mendoj që ti një herë ke ulë të vajzën dhe shumë herë ke përfituar nga ajo vajza. Duke bërë rolin e viktimës, si djali atipik që nuk po e pranon e dashura vet. Ja sa po ta thash. Unë mendoj që ti në marrëdhënien tënde je shumë i sinqert, në asnjë moment nuk e ka mohu. Por ama mendoj që ke përfituar për të blerë. Kam bërë unë rolin e viktimës. Ta mbaroj? Po jo, më kthe përgjigje konkrete dhe jo. Atëherë unë mendoj, do ta përgjigjem si unë e ndjej për ta dhënë përgjigjen. Unë mendoj që në raportin tënd me Brikenën, ti je shumë i sinqert për sa i përket ndjenjave, por sa ka përfituar Brikena nga ky raport, aq ke përfituar edhe ti duke bërë rolin e viktimës, sepse ki durim apo do flesh gjumë. Vazhdo me vëmë. Sepse ke dashur të tregosh atë djalin tipik që ke ndjenja për një vajzë, ajo vajza po e refuzon dhe bën rolin e tij ndinjuar dhe të mërziturit se s'po fiton dot zemrën e vajzës që ti pëlqen. Ma trego pak rastin konkret ku pas kam bëu viktimën. Jo më larg se në prajimin e kaluar. Prajimin e kaluar? Po. Çau fol aty? Aty u fol qëndrueshmëria e Brikenës dhe ti u preke duke thënë o vajzë dashur, më thuaj çfarë të ndan ty për të quajtur partneren time. Po, edhe atë bisedën e kam bërë dhe veshmës me Brikenën. Unë po them çfarë shikojmë neve. Sekondë ti nuk intereson çfarë flasun me gimbon vetë, as mua nuk më intereson çfarë po të me Brikenën vetë. Rolin e viktimës. Unë shikoj çfarë shikojnë. Një sekondë, ku e peti rolin e viktimës? Kur unë thjesht po i kërkoj vajzës që kam krah, që të ndaj, gjoj sekondë. A do përgjigje apo s'do monologu? Kam të drejtën, ti kërkoj që vajzë dashur, gjej sekundë, kam të drejtën të them vajzë dashur, çfarë do nga kjo marrëdhënie? Bravo. A më beson, a ke realisht ndjenje për mua? A do t'i japësh një emër kësaj marrëdhënie apo jo? Ku është viktima këtu? Okej, a mendon